Lojë e forte me rivalitet të theksuar është zhvilluar në ndeshjen e javës së dytë të Superligës së Kosovës në futboll në konkurrencën e femrave në mes të dy skuadrave nga Gjilani, Dita dhe Intelektualet, e cila është cilësuar si derbi lokal në këtë konkurrencë garash. Skuadra Intelektualet e udhëhequr nga trajneri Afrim Mehmeti fiton pikët e plota në fund të takimit. Vendimtare në këtë përballje as pak të lehtë dëshmohet futbollistja Kaltrina Biçku, e cila në minutën e 80 shënon golin e fitores për të përmbyllur këtë derbi në favor të ekipit të saj Intelektualëve përballë vashave të klubit futbollistik Dita, ndeshje kjo që përfundon me rezultat të përgjithshëm 3-4. Në fund të takimit janë prononcuar edhe dy trajnerët të skuadrave, Muhamer Abdullahu i klubit futbollistik Dita dhe Afrim Mehmeti i klubit futbollistik Intelektualet. Në prononcimin e tij, trajneri Abdullahu ka theksuar nevojën e konsolidimit të skuadrës së tij, e cila këtë edicion për herë të parë ka filluar të marrë pjesë në këtë rang garash. Ai ka vlerësuar rivalitetin e këtij derbi, ndërkohë që fitoren e skuadrës rivale ka cilësuar si plotësisht të merituar. Është mirë që në qytetin tonë është kriju mundësia ta kemi edhe një derbi me gjeneratat, sidomos me femrat, kështu që keni derbi i vërtet. Lojë e fortë, dëshira e madhe për fitore, si çdo derbi, edhe tash prej dëshirës madhe edhe ekipa jonë pak u ndëshkue. Është ekip që është formu si vjetë, po tregon se mundet më zhvillu si një ekip e mirë, mi po mungon lojët dhe mendojmë se në tarmën do të jetë më mirë me ekipën. Nuk kemi çfarë të përgatitur, se kemi fillu me stërvitjet shumë vonë. Ndoshta ndikoi si element kryesor edhe ajo që vajzat e Intelektualëve kanë më të përgatitura dhe dashur më të përfituar. Për ndeshjen e radhës me kë do takoni edhe çka prisni? Kemi një takim me Yllin, nëse s'gaboj, është ekip e Suarekës. Mendoj që duhet të përmirësojmë disa gabime që i patëm, sidomos në repartin e mbrojtjes dhe në presën fitore. Në anën tjetër, trajneri i skuadrës Intelektualet Afrim Mehmeti ka vlerësuar lojën dhe përvojën e skuadrës së tij si vendimtare për fitoren e këtë përballje. Në lidhje me rivalitetin e të ardhmen, në funksion të zhvillimit dhe masovizimit të mëtejmë të futbollit në komunën e Gjilanit, Mehmeti është shprehur të mos besojë një gjë të tillë, duke theksuar traditën e cila sipas tij është në anën e skuadrës të cilën drejton Intelektualet. Na kem punuar shumë për këtë lojë tash që po i zhvillojmë, po sot ka qenë një lojë pak me ngarkesë për shkak se kemi qenë të handicapum, ku ky klub i posa formu na ka marrë një 5 lojtare nga klubi jonë. Na kemi pas shumë fatmirësisht sukses punë, një uri, përvojë edhe ja dolëm. Po shifët që ekziston një rivalitet edhe në konkurrencën e femrave, sikurse te konkurrenca e mashkujve, a prisni që ky rivalitet ta zhvillojë më tutje futbolli? Se besoj se ky është një klub i posa formu, po se besoj që do të mbijetojë shumë gjatë. Se na jena një klub me traditë, jena klubi Drita, po me emrin Intelektualet, dhe kemi një traditë shumë të mirë. Kemi një përkraje nga meshkujt, nga klubi i Dritës. Fitoria sot me skuadrës Intelektualet është e dyta me radhë në këtë edicion garash në këtë konkurrencë, pas fitores javës së kaluar ndaj Kosovës së Prishtinës me rezultat të thellë 10-1. Në anën tjetër, humbja sot me vashave të klubit futbollistik Dita vjen pas fitores së thellë javën e kaluar si mysafire Ulpianës në Lipjan me rezultat 0-6. Vlen të përmendet se në këtë rang garash skuadra Hajvalis ka dëshmuar afinitetet e veçanta në kampionatin e kaluar, madje duke u prezantuar mjaft mirë edhe në arenën ndërkombëtare si e vetmja skuadër pas pranimit të futbollit të Kosovës në FIFA dhe UEFA.